Jezusin e përbuzin në vendin e vet. Jezusi u nis prej andej e shkoi në vend ku u rrit. E përcollën edhe nxënësit e tij. Kur erdhi e shtuna, filloi të mësoi në sinagogë. Shumica dëgjuesve çuditeshin e thoshin: "Nga i vijnë këto? Ç'është kjo dije që ju urrua? Po këto mrekulli të mëdha që bëhen nga duart e tij. Po a nuk është ky zdrogtar i biri i Marisë, vllai i Jakobit, i Jozefit, i Judës, i Simonit? Po a nuk janë këto ndër ne motrat e tij?" Kështu u bë për ta arsye e mosbesimit në të. Jezusi u tha: "Profeti ndahet pa nder vetëm në vendin e vet, në farefisin e vet dhe në shtëpinë e vet, dhe nuk mundi aty të bëj asnjë mrekulli, përveç se shëroi disa të smur duke vënë mbi ta duart, e çuditej për mosbesimin e tyre." Dërgimi i 12-ve. Kështu doli e mësonte në përfshatra përreth. Atëherë i thirrri të 12 e nisi t'i dërgoi 2 nga 2 dhe u dha pushtet mbi shpirtat e ndyt. U urdhëroi të mos marrin në udhtim asgjë tjetër përveç shkopi, as bukë, as trajc, as para bakri në brez, por të mbathin vetëm sandalet e të mos veshin 2 palë petka. Dhe u thoshte: "Kudo që hyni në ndonjë shtëpi, rrini aty derisa të mos largoheni nga ai vend. Po që se ndokush nuk ju pranojnë dhe nuk ju dëgjojnë, dilni dhe shkuni pluhrin nga këmbët e tuaja si dëshmi kundër tyre." Ata shkuan dhe e predikuan njerëzve kthimin ka hyj. Dëbonin shumë djaj, lyenin me vaj shumë të smur dhe i shëronin. Vdekja e Gjonit Pagëzues. Edhe mbreti Herod dëgjoi për Jezusin sepse emri i tij u bë i njohur. Thuhej: "Gjoni Pagëzuesi u ngjall prej të vdekurit, prandaj në të po veprojnë fuqi të mrekullueshme, mrekulluese." Disa tjerë thoshin: "Është Elia." Prap do të tjerë edhe: "Është profet, si çdo profet tjerë." Kur dëgjoi Herodi, tha: "U ngjall Gjoni, ai të cilin ja pata shkurtuar kryet." Dhe një mend vetë Herodi i kishte lënë urdhër të kapej Gjoni, të ngujohej në pranga e të burgosej. Shkaku ishte Herodiana, gruaja e Filipit, të vllait të tij, të cilin e kishin marrë për grua. E pasi Gjoni i kishte thënë Herodit: "S'guxon ta mbash gruan e vllait tënd", Herodiada e urrente dhe donte ta vrasë, por nuk mundte, sepse Herodi e doronte Gjonin. E dinte mirë se është njeri i drejtë e i shenjtë, e prandaj edhe e mbronte. Kur e dëgjonte, trazohej fort në shpirt, por prapë e dëgjonte me endje. Por erdhi dita e voligjshme kur Herodin, me rastin e ditëlindjes së vet, u përgatiti një gosti bujorëve të vet, oficerëve të lartë dhe krerëve të Galileës. Hyri vajza e Herodiadës e kërceu. I pëlqeu shumë Herodit dhe të grishurve. Atëherë mbreti i tha vajzës: "Lyp prej meje çka të duash dhe unë do t'ua jap. Dhe ju përbetua shumë. Do të jap gjithçka të më lypsh, qoftë edhe gjysmën e mbretërisë sime." Ajo doli dhe i tha Samës: "Çka të kërkoj?"
kryet e gjonit pagëzues, i tha ajo. Vajza u kthye vrik te mbreti e i tha: duhet të ma japsh tani në pjatë kryet e gjonit pagëzuesit. Mbreti u trishtua, por për shkak të premtimit dhënë me përbetim e për shkak të grishurve nuk deshti t'ia mohoj kërkesën. Mbreti menjëherë dërgoi një vrasës dhe urdhëroi t'ia sjellë kryet e gjonit. Ky shkoi e ja shkurtoi kryet në burg, e solli në pjatë e ja dha vajzës, kjo i ja dha semës. Kur dëgjuan nxënësit e gjonit erdhën, morën trupin e tij dhe e shtin në lej. Jezusi udhëheq 5.000 vjet. Ushqen 5.000 vjet. Apostujt u bashkuan prap te Jezusi dhe i treguan gjithë çka kishte bërë dhe kishin mësuar. Atëherë ai u tha: ejani dhe ju në një vend të pabanuar e pushoni pak në vetmi, sepse aty aq shumë njerëz vinin e shkonin saqë s'kishin kohë as të hanin. Ata u nisën me barkë për në një vend të pabanuar në vetmi, por se njerëzit i panë në drejtim u nisën e shumica e morën me mend vendin ku do të shkonin dhe këmbë përej të gjitha qyteteve shkuan atje e arritën para tyre. Kur Jezusi doli nga barka, pa një numër të madh të popullit iu dhimbën sepse ishin porsi lëmt pa bari, e filloi ta mësonte shumë gjëra. Pasi kaloi shumë kohë e po bëhet vonë, ju afrohen nxënësit e tij dhe i thanë: u bë vonë, e ky vend është i shkretë. Thuaju të shkojnë në fshatrat e katunde të rrethinës e të blejnë diçka për të ngrënë. Jepni ju të hanë, ju përgjigj. Ata i thanë: të shkojnë e të blejmë 200 dinarë bukë e t'u japim të hanë. Ai vazhdoi: sa bukë keni? Shkoni e shihni. Por si shkuani, ju përgjigjen: 5 bukë e 2 peshq. Atëherë urdhëroi t'i ulin të gjithë në barë të njëjtë. Të gjithë u ulën grupe nga 100 e nga 50 vet. Jezusi si e mori 5 bukë e 2 peshq, ja lartësoi syt ka qielli e bekoi hyi. Ju nda bukën dhe u dha nxënësve të vet t'u vënë para njerëzve, po ashtu edhe 2 peshq u ndau të gjithëve. Të gjithë hëngrën e u nginë. Quan 12 shpota plot me copa dhe sa teproi prej peshqve. Ata që hëngrën ishin 5.000 burra. Jezusi ec përmbi ujë dhe menjëherë i nguti nxënësit e vet të hyjnë në barkë e të kalojnë në anën e kundërt drejt Betsadës, derisa ai të përcjellte popullin. Kur e përcolli popullin, u ngrit në mal për t'u lutur. Kur u bë natë, barka ishte në midis të detit, kurse Jezusi vetëm në tokë. Kur pa se si hiqnin keq duke rrëmuar, sepse era frynte nga ana e kundërt, diku rreth rojës së 4, Jezusi erdhi tek ata duke ecur përmbi detë. Deshti të kaloj, por ata pa sa e pan duke ecur përmbi detë, menduan se është fantasmë e bërtitën, sepse e pan të gjithë e u trembën. Por Jezusi menjëherë filloi të flasë me ta, u tha: zemër e burra, unë jam, mos druani. Dhe hypi tek ata në barkë e era pushoi, e mbetën krejtësisht të habitur, sepse ende nuk e kishin kuptuar vështrimin e
mrekullisë bukëve të bre, mendja e tyre ishte e paaftë të kuptojë shërimet në rreth të Gjenezaretit. Pasi lundruan deri në breg, arritën në Gjenezaret e aty e lidhën barkën. Po sa dolën nga barka, njerëzit që e njohën menjëherë shpejtuan të shkojnë nëpër barkë rahin e filluan të sjellin të smurt në vigje atje kur dëgjonin se ishte, e kudo që hynte në fshatra, në qytete apo në katune, i vendosin të smurit në sheshëll e lutnin t'ia prekin së paku kindin e petkut. Të gjithë ata që e preknin shëroheshin.